Nëse dikush i ka punë në rregull, ka probleme në familje, s'ka probleme me financa, nuk ka probleme me njerëz, mirë është okay gjithçka. Këtu ky e ndërton perceptimin se mirë është. Jemi okay, edhe unë jam me Allahun, Allahu të ndosh. Mirë. Në moment kur i humb njëra prej këtyre, i vdes dikush ose largohet prej punës, Zoti s'ndeshti. Këtu është pikërisht është ajo njohja e gabueshme për Allahun e lartësuar. Se sikur të ishte kështu në rregull, atëherë kishim me gjyku se Allahu i lartësuar edhe pejgamberin e la. Kush i dorë. Ashtu sikur kanë thonë dhujtarët e Mekës, kur nikuj është ndërprej shpallja, pejgamberit alayhi salatu sallam, kanë thonë i dhujtarët e Mekës se Zoti i Muhamedit hoqi dorë. Jela. Pastaj Allahu zbret ajeti thotë kur se si Allah nuk e latë. Edhe kur nuk e lën. Kjo na mëson neve që mos me gjyku për jetën tonë komplet me një pjesë të jetës ose me një fazë të jetës. Qoftë ajo komode, qoftë ajo e mirë, qoftë ajo e sikletshme. Mirë po, mirët komplet jeta, edhe pastaj i pet rezultati. Pejgamberi alayhi salatu sallam më të vërtet kishte jetë vështirë. Në jetën e Mekës, që ka shumë çka të flitet aty, ishte shumë e bezdishme, shumë e sikletshme, shumë e rëndë. Pastaj edhe në Medinë nuk ishte shumë komod. Mirë po kur vdiq pejgamberi alayhi salatu sallam, a kishte vendosur gjithçka në vendin e vet. Gjithçka. Ishte përhap feja, njerëzit kishin hyrë në fenë e Allahut, ishte largu padrejësia, ishte largu idhujtaria, ishin largu gjitha ato, edhe po vdes pejgamberi i Allahut, duke qenë se vendi ku jetoi ai, domthon nga dishul arabik, pothuajse i tërë u bë musliman. Kjo pikërisht Allah e kishte dërguar për këtë dhe arrit rezultati. Kështu që edhe na nuk duhet me gjyku jetën tonë në bazë të një faze. Sepse secili kalon nëpër kriza, secili ka probleme. Edhe mundet të pasë një krizë qoftë shpirtërore, qoftë financiare, qoftë familjare, qoftë sociale, qoftë çdo që të jetë. Edhe ka ish dorë Zoti për mua. S'jam njeri mirë, unë jam njeri keq, pastaj këtu fillon depresioni, mundet të kalon depresion, shumë probleme të tjera. Mirë po, besimtari i cili e njeh Allahun drejt, e kupton se kjo është sprovë për Allahut, kalon.